Po nis me disa zhvillime ndërkombëtare që patjetër lidhen me lindjen e mesme edhe me atë se çfarë po ndodh në Gaza. Organizata e Kombeve të Bashkuara publikoi një raport mjaft të ashpër, po themi, deri tani në raport me atë se çfarë po bën Izraeli, ku sipas këtij raporti Izraeli ka përmbushur 4 nga 5 kriteret për të quajtur, po themi, gjenocid ajo se çfarë po ndodh në Gaza sipas OKB-s. Ndërkaq ofensiva vazhdon, ka hyrë në një fazë edhe më të ashpër në Gaza. Po të themi që një pjesë e madhe e popullsisë së Gazas është zhvendosur, gati 40% të mos gaboj. Si e analizon këtë situatë? A është një vendim i fortë ky i OKB-s? Po kjo është ndër vendimet më të forta që mund të bëjë OKB-ja. Por megjithatë nuk vlen për asgjë, fatkeqësisht nuk vlen për asgjë, sepse ndaj Izraelit OKB-ja ka mbajtur qëndrime të tilla, ka ngritur një numër të madh, ka miratuar një numër të madh rezolutash, më shumë se 200, mos gaboj. Dhe Izraeli nuk pyet për askënd. Pra, fatkeqësisht ne kemi gjithë shtetet e botës në një krah që përpiqen të ruajnë apo të zbatojnë të drejtën ndërkombëtare, dhe në krahun tjetër një shtet arrogant, siç është Izraeli, që nuk do t'ja di për askënd, as për OKB-n, as për aleatin e tij të ngushtë, le të themi, ose babain apo nënën e tij, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është bërë si një fëmijë i llastuar, dhe shpeshherë fëmijët e llastuar ata bëhen përbindshë, dhe fatkeqësisht ne jemi në një stat të tillë. Ai është bërë si një përbindësh që nuk pyet për askënd. Dhe fatkeqësisht në raste të tilla ata, le të themi, dëmtojnë apo shkatërrojnë edhe babain e tyre, dhe të gjithë këtë dhunë, gjenocid dhe këtë arrogancë që është duke kryer Izraeli, e gjithë kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë keq edhe për imazhin e Shteteve të Bashkuara në botë. Kurse për sa i përket OKB-s, ata për të qenë më i saktë, ata kanë vrarë rreth 200 punëtorë të OKB-s në Gaza. Pra OKB-n ata nuk e llogarisin fare. Bile si shpeshherë i kanë quajtur si terroristë, si mbështetës të terroristit, sepse ju nuk e quani terrorist Hamasin, sepse kush nuk e quan terrorist Hamasin, për Izraelin është terrorist. Dhe e tillë është OKB-ja për ta. Kështu që nuk besoj se ka për të ndryshuar në gjë. Megjithatë, në imazhin ndërkombëtar është Izraeli është duke u fundosur dita ditësh, dhe kjo ka pasur për të pasoja shumë të rënda për të në afat shkurtra dhe afat mesme mbase, dhe kjo është. Në këtë kuadër, çfarë synojnë, po themi, gjitha se u mbajti edhe mbledhja e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara para ca ditësh, që u miratua një rezolutë jo detyruese, po themi, për 2 shtetësinë, atë propozimin e hershëm, ku Shqipëria edhe abstenojnë, ishte ndër 12 vendet që abstenuan, 10 ishin kundër dhe rreth 142 të tjera ishin pro. Të gjitha këto veprime, të cilat duken të pafuqishme në pamjen e parë, çfarë po synojnë të bëjnë? Sepse duket që praktikisht Izraeli nuk është po i pyet shumë. Shiko, është një fjalë popullore, ose jo popullore, është një lloj, le të themi, rregulli, apo që thotë liria fitohet me gjak. Fatkeqësisht Palestina, Gaza ka humbur shumë jetë dhe shumë fëmijë, mirë po kur nuk ka qenë në një nivel të tillë ndërkombëtar çështja dhe kauza dhe mbështetja ndaj Palestinës. Dhe jo nuk ka qenë, por nuk ka pasur asnjë çështje ndërkombëtare në gjithë historinë që ne njohim, të historinë e dekadave, le të themi, të fundit apo që mas luftës së dytë botërore, që e gjithë bota, të gjithë popujt e botës
të kenë mbështetur ndonjë popull të caktuar apo një shtet të caktuar siç është Palestina. Pra atje në Spanjë që po shohim kohët e fundit, po edhe gjatë gjithë kohës. Në fakt, kryeministri i Spanjës ka qenë shumë i zëshëm dhe mjaft i guximshëm po them në kërkesat e veta. Ata e kanë tejkaluar, e kanë bërë si çështje të brendshme çështjen e Palestinës. Pra popujt e janë ngritur në nivel të tillë, populli spanjoll është ngritur në nivel të tillë protestas dhe kërkesa, saqë e kanë bërë e kanë trajtuar si çështje të brendshme. Dhe ky kryeministri spanjoll tha, unë ndihem krenar, tha që populli im mbështet një kaos të drejtë. Po nuk është vetëm populli i Spanjës, shumë popull të tjerë në Evropë kanë bërë të njëjtën gjë. Dhe atë që po thoja në fillim është që ky gjaku i këtyre fëmijëve dhe këtyre palestinezëve të pafajshëm të vrarë me dhjetra mijëra, që numri është afërsisht rreth 80.000, përveç atyre 65.000 që janë të regjistruar, janë një numër të madh njerëzish, rreth 15.000, 14.000, 15.000 që janë në rrënoja, dhe përveç këtyre ka një numër shumë të madh të paregjistruar që kanë vdekur për arsye të tjera, për arsye mos ushqyerje, për arsye të mungesës të shërbimit shëndetësor. Kujtojmë këtu që Gaza është prej 2 vitesh pa drita. Po. Dhe gjitha këto, ky gjak i le themi i derdhur i këtij populli të shkret ka pas një le themi një fitore që nuk kthehet dot mbrap shkurr. Liria e tyre është le themi është garantuar nëpërmjet kësaj këmbguljeje të madhe dhe nëpërmjet kësaj rezistence kaq të madhe për mos të shkulur nga vendi i tyre dhe për të qëndruar, domethënë, atë dashurisë së tyre në vendin e tyre. Dhe kjo është duke dhënë rezultatet, dhe një nga rezultatet kryesore të kësaj pune është që pothuajse të gjithë shtetet e Evropës, përveç Gjermanisë, e cila është e lëkundur që edhe ajo ka deklaruar që edhe ajo mund ta njohë shtetin e Palestinës, pothuajse të gjithë shtetet e Evropës që ishin shtete vetme të botës që ngelur pa e njohur Palestinën, jo të gjitha, se një pjesë e kanë njohur më parë, pothuajse të gjitha po e njohin atë. Pra Britania e Madhe deklaroi qartë se ne do ta njohim, Franca deklaroi qartë, Spanja po, Kanadaja, Australia, Australia dhe Luksemburgu, Belgjika, Hollanda, po plotësohet që e gjithë shtetet e botës po e njohin. Dhe atëherë si kundërreagim, ky Netanyahu ka thënë që ju njiheni, po ju do ta njiheni në letër. Sepse unë do ta pushtoj. Në terren s'do keni çfarë. Do ta pushtoj edhe bregun perëndimor dhe do ta aneksoj totalisht bregun perëndimor. Në fakt kjo është një lloj le të themi budallalliku, për arrogancë në nivelin e budallallikut të tij. Sepse nëse ti vendosësh kundër gjithë botës dhe armison të gjithë botën me veprimet e tua, herët apo vonë ti do t'i vuash pasojat e asaj. Dhe fatkeqësisht pasojat e kësaj nuk do t'i vuajë Netanyahu, se Netanyahu nuk është çudi që nesër apo pas nesër do përfundojnë në një burg, por do t'i vuajë vetë populli dhe shteti izraelit. Do t'i kërcënohet bashkëjetesa dhe do t'i kërcënohet ekzistenca e tij në atë vend dhe me ato dy shtetësinë që neve po flasim. Pra, po ta marr si shembull, neve e shohim si diçka kemi parë gjithmonë si diçka tejet negative Miloševićin në Serbi, në ish Jugosllavi. Mirë po, nëse do ishte një diplomat si Tito apo se tjerë, nuk është çudi që Jugosllavia do vazhdonte bashkëtesën. Nëse do toleroheshin të drejtat, nëse nuk do shtypeshin njerëzit, nëse nuk do dhunoheshin pa mas, nëse nuk do vriteshin aq shumë si u vranë në Bosnjë 250.000, 260.000 bosnjak musliman. Nëse nuk do ndodhte
eksodi i shqiptarëve të Kosovës që detyroi pastaj ndërhyrjen përfundimtare? Atë unë ish me fat në atë çështje, unë e konsideroj si fat, po kuptohet, unë mora si shembull Boshën sepse viktimat e botës ishin shumë të mëdha. Po fati jonë ishte sepse Evropa dhe bota kishin shembullin e tragjedisë së Bosnjës dhe u treguan shumë më të shpejt në reagim kur filloi një njëjta gjë që do të ndodhte nëpër masa shumë më të mëdha mase në Kosovë, por që ndodhi me 10.000, me 11.000 civil të vrarë dhe e njëjta gjë do ndodhte siç ndodhi në Bosnjë. Pra, nëse ne nuk do kishim një idiot arrogant siç ishte Miloševići, nuk do kishim asnjë pavarësi, nuk është çudi që nuk do kishim as shpërbërje të Jugosllavisë, as pavarësi të Kosovës. Dhe e njëjta analogji është dhe me Netanyahun, një arrogant i tillë, një i smur, domethënë mendor që vepron në mënyrë të tillë, rrezikun kryesor të tij e ka ndaj shtetit të tij, ndaj popullit të tij. Ndaj popullit të tij. Mirë, unë dua të vazhdoj pak me pyetjen e dytë, me çështjen e dytë që lidhet me atë në vijim të kësaj që po flisnim. Izraeli sulmoi edhe Katarin pak ditë më parë me justifikimin se strehon liderët e Hamasit. Dhe vendet e linjës mesme, vendet arabo-muslimane, bën samitin e Dohas si një kundërpërgjigje ndaj sulmit të Izraelit mbi Katarin, ku, po them, rrezikon ose do të shkoj sensibilizimi i vendeve të gjirit, vendeve arabe, po jo vetëm se ishte dhe Turqia aty dhe Irani, në mbështetje, po them, të Katarit dhe ku mund të shkoj kjo punë? Flitet që mund të ketë tronditje të tregjeve të naftës. Nuk e di sa e ke ndjekur këtë çështje. Po e kam ndjekur, me gja mire kam ndjekur. Shiko, Izraeli ka sulmuar Katarin. Përpara pak ditësh ka sulmuar 2 anije në Tunizi. Ka sulmuar Sirin që nuk është kundërpërgjigjur asnjë fishek ndaj Izraelit. Ka bombarduar të gjithë ushtrinë, të gjithë forcën ajrore dhe forcën detare të Sirisë, në të gjithë Sirinë. Vazhdon, sulmon edhe vazhdimisht. Nuk po e quajmë Libanin dhe Gazën, sepse po themi që ata po luftojnë ndërmjet palëve. Po të themi Sirinë dhe Katarin që s'kan asnjë kundërpërgjigje. Siria s'ka bërë asnjë kundërpërgjigje ndaj Izraelit. As ka shkak, asgjë, vetëm mos keti armë, të kem vetëm unë armë, dhe kur dua unë të pushtoj, ty të pushtoj. Së fundmi, goditi Katarin dhe është rëndësishme të shikojmë. Deklarata dhe retorika e politikanëve izraelit. Turqia, do godasim Turqia, do godasim Turqinë. Pra, janë duke e shtuar retorikën, edhe Netanyahu e përmendi që Jeruzalemi është i joni dhe askujt tjetër, është i gjithë i joni, nuk ka 2 pjesë, nuk ka 2 shtete, edhe ju drejtua me emër Mr. Erdogan. Ju drejtua Turqisë. Pra kemi një arrogancë të jashtëzakonshme, të shfrenuar, që vazhdon vetëm e rrit. Ato do ta godas Turqinë? Bën vaki ta godas Turqinë? Atë, ja po të shpjegoj. Kemi 2 analogji për t'i marrë në këtë gjë. Analogjia e parë është që Katari nuk është thjesht Katari. Katari është baza amerikane më e madhe e rajonit. Pra kur ka goditur dhe ka sulmuar Katarin, ka goditur dhe ka sulmuar edhe Shtetet e Bashkuara. Por Izraeli më përpara ka goditur e drejt për drejt aeroplan mbajtsen përpara në vitet 80, aeroplan mbajtsen amerikane. Dhe Amerika s'ka bërë asnjë kundërpërgjigje ndaj tij. Pra shikojni me çfarë kemi të bëjmë.
Pra ka goditur Katarin, ka goditur sepse është në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Ka goditur Shtetet e Bashkuara. Dhe shumë njerëz nuk e dinë, Katari është pjesë e një këshilli kooperimi të gjirit, është një aleancë ushtarake ndërmjet 6 shteteve, që drejtohen nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvaiti, Bahreini dhe Omani. Në këtë, kjo është pak a shumë është një aleancë ushtarake sikurse është NATO, pra nëse një nga shtetet sulmohet, atëherë të gjithë shtetet e tjera janë në luftë. Ndërkohë, me këtë sulm, Katari, Izraeli, e shpërbëri këtë aleancë. Pra kjo në aleancë nuk ekziston më. Pra e ka shpartalluar. Nëse nuk funksionon njëherë, do të thotë që kjo aleancë nuk funksionon më. Pse? Sepse 2 prej këtyre shteteve, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini, kanë marrëdhënie diplomatike me Izraelin dhe ka një furnizim shumë të madh nafte nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Izraeli furnizohet me naftë për Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhe rrjedhimisht me këtë pas këtij sulmi ata duhet që ti shkëpusnin marrëdhëniet, ishin luftë. Pra kur ti ke sulmuar aleatët, ti je në luftë. Ata s'kan marrë asimas në lidhje me këtë, kanë bërë ca deklarata. Dhe asgjë. Kjo është përsa i përket kësaj gjashjes Këshillit të Kooperimit të Gjirit. Të Gjirit, po. Përveç këtyre kemi shtetet të tjera arabe, janë rreth 22 shtete arabe. Dhe u mblodhen dhe ata Egjipti, Sudani, Jordania me radhë. Dhe në fund, ndërta ishte edhe Turqia, në fund çfarë bën një deklaratë atje. Ja, e pasha dhe deklaratë, dënojmë këtë, dënojmë atë, po në përfundim dhe mendova se mos ka dhe një veprim tjetër, se duke lexuar deklaratën në fakt, po e kuptoja, po them, finalizimin e kësaj mbledhjeje. Atëherë, duhet kemi parasysh një gjë. Paralelisht me këtë, ndërkohë që atje bëhej summit, mbledhja këtyre vendeve, sekretari amerikan i shtetit ishte në Izrael. Po. Çfarë do më thënë ka kjo? Mbështetje. Do më thënë qartës. Ju mblidhën e këtej, po ne kemi këtë tjetrin këtu, e kemi kap përveshje dhe kemi çuke muri. Po. Bëja detin atje. Pra ky është niveli dhe situatës. Edhe ata kuptohet që janë në një situatë shumë të vështirë, edhe vendet e tjera arabe janë ndërmjet prishjes së raporteve me Shteteve të Bashkuara dhe pra vendoset në pikpyetje prishja e raporteve me Shtetet e Bashkuara që për ata për Arabinë Saudite apo për tjerë janë raporte janë të rëndësishme. Sa i takon dhe nga krau tjetër Palestina. Në summit, të vazhdojmë të diskutojmë dhe disa gjëra. Në summit u diskutua që edhe ngritja le të themi një ushtrie. Po. E cila u diskutuan 2 forma, ishte një ushtri si Egjipti propozoi një ushtri si lloj NATO në nivelin e NATO-s, të një aleancë ushtarake, ndërsa Turqia u shpreh më konkrete dhe tha unë vë në dispozicion të gjithë potencialin tim ushtarak, kush doj të bashkëpunoj për të vënë fre Izraelit, unë e vëm gjithë potencialin ushtarak në disponibilitet. Megjithatë, deri këtu ndaluan, edhe nuk e di nëse do ketë në një gjë më tepër në të ardhmen, sepse kuptohet, janë Shtetet e Bashkuara në mes, e cilët të gjithë shtetet pjesëmarrëse aty, gjithë problemi është tek Shtetet e Bashkuara, domethënë dhe raportet që kanë me Shtetet e Bashkuara. Sepse kanë raporte. Tani, pas kësaj fillojmë atë tjetrën që ti po thoje, a do ta sulmoj Izraeli Turqinë?
Në qoftë se Izraeli sulmon Turqinë, do të thotë që Izraeli shpërbëri edhe NATO, do të shpërbëjë edhe NATO. Po, sepse Turqia është një shtet i NATO-s edhe hyn në një pesë, po themi. Shpërbër apo e ka nxjerrë jashtë funksioni këtë këshillin ushtarak të kooperimit të gjirit që këta kanë, këto 6 shtetet, pra këta aleancën ushtarake që ata kanë, në qoftë se ai sulmon Turqinë dhe NATO nuk reagon dhe të gjithë shtetet nuk reagojnë, atëherë s'ka vlerë, NATO nuk ka më vlerë. Këtu ka një problem shumë të madh pastaj. Pra kemi sepse ky është sinjal për Rusinë pastaj. Patjetër që është sinjal për Rusinë. Por Izraeli është mbi shtetet e tjera, nuk është shtet si shtetet e tjera. Drejtat e njeriut dhe të drejta ndërkombëtare nuk vlen për Izraelin. Vlen për gjithë pjesën tjetër të botës dhe për Izraelin nuk vlen. Kështu që nuk është çudi që mund të sulmohet Turqia dhe nuk reagohet, dhe kur të sulmohet një shtet tjetër i NATO-s, të reagohet. Sepse e drejta dhe ligji nuk vlen për Izraelin, pra 76 vjet ekzistencë, Izraeli ka demonstruar që është mbi ligjin dhe ligji nuk vlen për të. Vlen për gjithë të tjerët, gjithë kanë pasojë, për Izraelin nuk ka vlerë, edhe nuk ka vlejtur. Dhe drejta ndërkombëtare e ka shkelur 76 vjet rresht që është aty në atë vend, e ka shkelur në mënyrë të vazhdueshme. Këtë nuk e kisha menduar, që sulmi ndaj Turqisë i pasuar me një mosreagim, qoftë nga ana e Turqisë apo qoftë edhe nga ana e vendeve të tjera të NATO-s, mund të sjellë një precedent mjaft problematik. Pra shpërbërjen de facto aleanca nuk ka më vlerë. Nuk ka më vlerë. Dhe kjo është edhe arsyeja mbase që deri tani ai Izraeli ka qenë i tërhequr që nuk kanë kryer veprime, le të themi, ndaj Turqisë. Qartë. Mirë, unë dua të kalojmë tash pa humbur kohë Floriar këtu në Kosovë. Të flasim pak për atë se çfarë ka ndodhur ditët e fundit. Dua ta nis nga dëshmia në gjykatën speciale aty në Hag të krahut të djathtë të ish sekretares së shtetit Madeleine Albright në vitet 97-99, James Rubin, i cili në një mënyrë mjaft domethënëse është përpjekur që ta heq përgjegjësinë e liderëve të ushtrisë qëndrueshmëre të Kosovës nga të gjitha gjërat për të cilat ata akuzohen, qoftë në raportin e Dick Martit, qoftë në akuzat e prokurorisë së gjykatës speciale. Është pritur me mjaft pëlqim në Kosovë, kam përshtypjen në të gjithë botën shqiptare, dëshmia e tij dhe tashmë të paktën ne shqiptarët presim që liderët e ushtrisë qëndrueshmëre të Kosovës të çlirohen. Pra të hiqet ajo barë e rëndë e akuzave nga. Po nga ana tjetër, për një pjesë të komentatorëve kjo ka qenë edhe problem, sepse nëse ne u heqim përgjegjësinë, po themi, liderëve të ushtrisë qëndrueshmëre të Kosovës, liderëve politik, atëherë kujt ka qenë merita e çlirimit? Pra është një thik me dy presa në këtë. Si e ke parë të gjithën këtë? Atëherë procesi gjyqësor që ka nisur prej 2 vjetësh, ndërkohë që ka 5 vjet që ai tha që mbahet në burg, ka mbaruar atë marrjen e dëshmive nga akuza, pra rreth mos gaboj më shumë se 260 vet kanë dhënë dëshmi, disa të drejt për drejt, disa me shkrim nga të kërkuara nga akuza, dhe tani ka filluar në marrjen e dëshmive nga mbrojtja. Dhe i pari për tyre ishte ndihmës sekretari i shtetit, James Rubin. Ai dëshmoi qartësi në mbështetje të Thachit dhe të komandantëve të tjerë të UÇK-s. Kuptohet qëllimi i tij ishte që lehtësimi i pozitës së tyre ligjore, duke i trajtuar ata si mos përgjegjës për krimet. Pra, nëpërmjet kësaj ne kuptojmë diçka.
që krime ka. Po kush do ta mbaj përgjegjësinë për krimet? Kjo është tjetër gjë. Pra, a do jetë përgjegjës Thaçi, a do jetë plotësisht për Thaçet e tjerë, apo nuk do jenë? Kjo është do shikohet, pra. Pra, ai nëpërmjet atyre qëndrimeve që mbajti dje, vërtetoi këtë që krimet janë të faktuara pak a shumë nga gjykata dhe ai u përpoq që thoshte nuk është ky përgjegjës. Pra, edhe nëse ka krime, nuk është ky përgjegjës. Në fakt, kjo është një kërkesë që Thaçi, gjykata speciale është një kërkesë që Thaçi ja bëri vetes vet. Sepse ngritën një gjykatë speciale për të gjykuar viktimën dhe jo për të gjykuar agresorin. Një gjykatë të cilën nuk e ka ngritur Serbia, i cili është agresori, që ka vrarë 11.000 civil në atë konflikt, por e ngritëm neve sepse ne jemi ata më të në mbas edhe më inferiorët në aspekt me politikën ndërkombëtare. Pra ne përplotësojmë çdo kërkesë që na vjen dhe kjo është një lloj pamaturie, jo pamaturie, por edhe një zemërgjërsi e tepruar apo një tolerancë e tepruar nga politika shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por mbas edhe në Shqipëri. Pra, plotësimi i kërkesave pa kriter i kërkesave të ndërkombëtare, kur ato të cënojnë edhe interesat e kombit tënd, kjo është... Kur ajo gjykata ngrit me raportin e Dik Martit që djej publikisht që ishte problematik i influencuar me dëshmi, po themi, të paragjykuara. Po edhe me gjëra absurde fare, transplant organesh në fshatrat e Burrelit. Ajo nuk erdhi si kërkesë drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi. Pra nuk u ngritni pretendime. Po kishte një lloj presioni edhe nga aleatët, nga BE-ja dhe nga Shtetet e Bashkuara. Pastaj nuk ishte aq i rëndësishëm dhe aq mund të kalojë. Po ajo që duhet të kenë parasysh, pra ai problemi i politikanëve tanë dhe i qëndrimeve tona është sepse neve nuk funksionojmë në bazën e reciprocitetit. Nëse e njëjta gjykatë është ndërtuar për shqiptarët, e njëjta gjykatë duhet ndërtohej edhe për serbët. Serbët ku i gjykuan ata? Disa i gjykoi ajo ish gjykata Tribunali i Hagës për krimet në Jugosllavi, disa me kokrat, me gishtat e dorës. Edhe një 4-5 veta i dënoi Serbia me një gjyq atje në... Po të cilët janë rehabilituar tani, janë futur si pedagog në për universitete, kështu që... Pra, e njëjta gjë nuk ndodhe për Serbinë, që ka vrarë kaq njerëz. Dhe për 200 krime, 100 apo 200 krime që bëhet fjalë në Kosovë, që shumica atyre janë rrahje, apo që themun ca dëbime, ose... që gjithsesi nuk duhem të justifikojmë krimet, dhe disa prej tyre janë vrasje. Për kaq pak krime ngrihet gjykata, ngrihen dhe dënohen dhe mbahen 5 vjet pa dënim, mbahet presidenti. Presidenti i një shteti. Presidenti i një shteti mbahet 5 vjet pa marrëvendim. Megjithatë, mbajtja e tij kaq gjatë dëshmon dhe diçka tjetër që ka prova dhe fakte të tilla që atë e mbajnë brenda. Pra, për të parashikuar le të themi përfundimin e procesit, mbajtja... Ti mendon që ka, po them. Mbajtja ka gjatë, ka 2 gjëra që të bën të mendosh në mënyrë tillë. Mbajtja ka gjatë, një, dhe e dyta dhe vetë deklarata e James Rubin tha, ky s'ka përgjegjësi. Këta nuk kanë përgjegjësi, tha se nuk ishte komande e centralizuar e mirëfill. Dhe deri diku ka të drejtë dhe të vërtetë. Sepse aty ka pas 2 ushtri, nuk ka pas një UÇK, ka pas 2 UÇK, forcat e
Bukoshit, Bujar Bukoshit, Rrugovës, Farku, po. Farku, quheshin. Dhe nga krau tjetër edhe UÇK. Po të dy të njëjtin emër kishin kështu zyrtarisht, UÇK quheshin. Dhe përveç këtyre dy ushtrive, kuptohet që nuk ka pas një funksion aq shumë të nuk ka qenë centralizuar, komanda. Megjithatë, deklaratat e James Rubini ishin deklarata të përgjithshme. Pra përpjekje për shmangjen e përgjegjësisë së drejtuesve të UÇK-s. Po se çfarë janë deklaratat e dëshmitarëve të tjerë, do presim të shohim. Do presim të shohim. Për të ardhur se ato deklaratat mund të jenë specifike, mund të jenë prova të pakundërshtueshme dhe ajo pastaj do shikohet. Për ta mbyllur këtë pjesë, e dëmton kjo, u themi UÇK-n, dëshmia e James Rubit për mirë. Pra ajo erdhi për mirë dhe nuk e dëmton dëshmia. Shqiptarët në përgjithësi janë mirënjohës atij. Pra në Shqipëri janë vërtet mirënjohës për një farë, po themi dhe kështu, si me thënë, me qenë kavaliere, kupton, me thënë, a i vërtet dha një dëshmi që i të çliron nga ajo barë e akuzave të cilat në masën më të madhe ne i konsiderojmë të padrejta. Por, duke bërë këtë të mirë, apo dëmton kontributin e këtyre liderëve? Shiko, çfarëdo që të ndodhi, çfarëdo që të bëhet, ajo që është bërë nuk zhbëhet më. Këmbgulja e popullit shqiptar të Kosovës për pavarësinë e tyre rezultoi në një luftë të tillë e cila u drejtua apo nuk u drejtua nga një person apo nga persona të tjerë, rezultatin e ka dhënë. Pavarësia e Kosovës është kryer dhe është bërë dhe nuk shpëhet më. Për ta shbërë atë, duhet po prap gjak, qartë, luftë dhe dhunë. Që në një periudhë të afërt nuk e shoh shumë të mundshme me gjithë dëshirat e Serbisë për ta bërë atë kur t'i jepet mundësia e parë të një destabiliteti ndërkombëtar. Pra, çfarëdo vendimi që të merret në Hag për drejtuesit e UÇK-s, ajo nuk shpëhet. Çfarëdo vendimi që të merret atje, epopeja, le të themi, legjendare e UÇK-s, e Adem Jasharit dhe e herojëve të tjerë që kanë dhënë jetën, nuk shpëhet më. Edhe nëse dënohet apo nuk dënohet. Qartë. Nga krau tjetër duhet kemi parasysh një diçka të rëndësishme. Drejtësia në Hag nga ne është parë si një lloj lufte ndaj UÇK-s, ndaj luftës së UÇK-s, pra ndaj një lloj padrejtësie ndaj luftës së UÇK-s, dhe mund ta shikojmë të tillë, por ama ka dhe një aspekt tjetër brenda saj. Në hetim janë dhe një numër i madh vrasjesh ndërmjet shqiptarëve. Pra, vrasje, le të themi, politike apo larje e sapës ndërmjet dy UÇK-ve, UÇK-s Thaçit dhe UÇK-s Rrugovës. Pra, ne kemi disa njerëz që kanë dalë për liri, për të luftuar për liri, po janë vrarë nga shok, nga le të themi nga bashkëkombasit e tyre. Nëse kjo është e vërtet, që ka pas dyshime të tilla dhe pjesë e hetimit është edhe kjo, atëherë drejtësia duhet bëj punën e vet. Nëse babai i një luftëtari të UÇK-s, nëse fëmia e një luftëtari të UÇK-s e ka babain e tij në varr dhe ai është vrarë në Shqipëri te medreseja, siç është Ahmet Krasniqi, ministri i mbrojtjes Kosovës, apo edhe njerëz të tjerë që janë vrarë brenda territorit shqiptar të asaj kohe, po edhe në Kosovë. Dhe sidomos mbas qershorit të 99-s që
pothuajse çdo një javë, 2 javë unë mbaj më të mirë atë periudhë, për mos thënë edhe më çdo një javë, 2 javë vritej një deputet, një figurë e LDK-s Rrugovës, dhe nëse ka pasur krime të tilla që kanë qenë atëherë, drejtësia duhet bëj punën e vet, neve nuk kemi nuk mund ta ndalojmë këtë gjë, se është një lloj lufte vllavrasje që standardi i kësaj duhet vendos, nuk heqim dot standardin e drejtësisë për arsye sepse këta kanë bërë vepra të tjera të mira. Qartë. Sepse babai im është babai im. Babai atij shqiptarit vrar është babai atij ai që është vrar. Qartë. Kështu që unë gjithsesi ne urojmë që gjitha ato të rrëzohen dhe mos jenë të vërteta. Absolutisht. Dëshira më e madhe është e tillë. Absolutisht. Megjithatë, se si do përfundojmë, do të shohim procesin. Duhet të jetë tek çështja e fundit që ka të bëjë, ti përmende një fjalë kur the për masa të tilla të ndërmarra si punoj gjykatës speciale. Reciprocitet. Është një politikan në Kosovë i cili është përpjekur që ta aplikojë këtë çështje e reciprocitetit në marrëdhënie të brendshme dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, Albin Kurti, kryeministri aktual në detyrë, i cili ka marrë si rrjedhoj e kësaj, po themi, sanksione dhe masa shumë të forta ndërkombëtare, po themi në raport me marrëdhëniet që ne kemi me aleatët tanë ndërkombëtare. Fundit është ndërprerja e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një masë e cila është parë nga opinioni publik në përgjithësi me ato divergjencat e veta, po në përgjithësi si pasojë e veprimeve, po them, refraktare të Kurtit muajt e fundit. Si e ke lexuar ti gjithë këtë histori? Reciprociteti është bazë e rëndësishme drejtësie, bazë e balancave, dhe e bën kush e bën Kurti apo e bën dikush tjetër, është le të themi domosdoshmëri. Shiko çau kërkohet shqiptarëve. Shqiptarëve u kërkohet që të bëjnë asociacionin e komunave serbe, pra të ngrenë një lloj mini shteti autonom, një shtet autonom serb brenda Kosovës. A u kërkohet e njëjta gjë serbëve që ta bëjnë atë ndaj shqiptarëve? Të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit? Jo, sigurisht që jo. Ndërkohë që shqiptarët atje kanë luftuar dhe me armë në ato troja. Dhe kanë bërë dhe një marrëveshje të mëvonshme, dhe prapse prap atyre nuk u kërkohet kjo gjë. Pra çfarë është kjo? Është e drejtë apo e padrejtë? Fundit kjo është e padrejtë. Po ta kërkojnë aleatët. Shiko, ne s'mund të jemi aleatë, ne s'mund të jemi ndërkombëtar. Ne kemi interesat tona, ne s'jemi dot Amerika. Amerika ka shtete, ka marrëdhënie dhe ka interesa me gjithë Evropën, me çdo shtet ka interesat e vet. Por a do tolerojmë neve sepse në interesi jon? Pra cili është qëllimi kryesor i asociacionit? Po. Ose këtij mini shtetit serb brenda Kosovës. Qëllimi kryesor i tij është parandalimi i një bashkimi të mundshëm ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në të ardhmen. Pra, ky shtet, ky mini shtet, i mbështetur nga Serbia, do vendosi veton për këtë bashkim, dhe për të bërë ky bashkim ti ose do bësh një kompromis me Serbinë, ose do bësh një ose s'do ta bësh fare. Ta bësh. Ose pra do kesh një përplasje goxha të madhe, qoftë edhe nga ana juridike në drejtën ndërkombëtare, po qoftë edhe marrëdhëniet drejt për drejta me Serbinë. Pra mendoj që kjo është një lloj, le të themi, pengese për këtë bashkim, i cili bashkim normal ndërmjet dy shteteve, të një kombi, dhe i cili do të ndodhi herët apo vonë, që është i pa evitueshëm në kohën tonë, në dekadën tonë, apo në dekadat e mëvonshme, është një diçka krejt normale që ky bashkim do të ndodhi, pa çka e kanë apo jo në agjendën e tyre politike, politikanët shqiptar këtej apo andej kufirit.
Pra, kjo është një lloj kërkese që ndërkombëtarët e bëjnë, po nga krau tjetër ne kemi interesin dhe kërkesën tona të Pyetja në lidhje dhe me dialogun strategjik është a funksionon dot Kosova pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara? Se okej, ne mund të dëshirojmë shumë gjëra, dakord me ty jam, po pa një garanci të madhe ndërkombëtare, se këtu është gjithë çështja më, nuk është se ne nuk e dim të drejtën tonë. Kosova ka treguar që ka funksionuar. Edhe me vendosjen e kontrollit në veriun e Kosovës, që është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara, është kundërshtuar nga Evropa, po që ka qenë një domosdoshmëri. Pra nëse ky është pjesë e shtetit tim, unë do vendos kontrollin me këtë pjesë. Do të heq atë murin e urës Siprit, do bëdheja 10 ura të tjera që do ndërlidhin veriun me jugun, puna ime se çfarë bëj, pra do ta fus shtetin tim në kontroll. Do t'i luftoj dhe ata kaçakët, ata njerëzit, ata bodyguardët e Miloševićit, se ishin bërë dhe bodyguard Miloševićit tani, të Vučićit. Ata bodyguardët e Vučićit që ishin e shoqëronin tani në për ato aktivitetet politike. Këta njerëzit që luftuan Kosovë ishin bërë të tillë. Pra dhe ata po ngritën kokën për të bërë kryengritje apo për të bërë akte terroriste, do marrin. Do t'i luftoj, do marrin atë të tyren. Pra, deri tani ka treguar që ka funksionuar. Dhe jo vetëm ka funksionuar, po nëse do marrim një shembull konkret, për shembull, pra që ne themi u prishëm me Shtetet e Bashkuara. Trumpi vendosi disa tarifa gjithë shteteve të botës. Dhe Kosovës ja vendosi 10%, kurse Serbisë ja vendosi 45%, nuk e di. Mos gaboj, se jam shumë i saktë. Pra, marrëdhëniet nuk janë cënuar në thelb. Marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe Amerikës, Shteteve të Bashkuara, janë shumë më të forta për të cënuar nga një marrëdhënie e tillë momentale ndërmjet pushteteve politike, qoftë Trumpi apo ai Grenelli që ka marrë edhe dekorat nga Serbia si mik për shërbime ndaj shtetit serb. Megjithatë, ai nuk është se ka një pozitë, po themi ekzekutive në administratën Trump. Mora si shembull për shkak se qartë, është personazh që qartë nga Trumpi. Dhe për ta mbyllur nga krau tjetër me Kurtin, pra nuk janë cënuar, le të themi, në thelb marrëdhëniet. Dhe shqiptarët nuk e kuptojnë, ose ata që nuk e njohin politikën ose mënyrën se si funksionon shtetet, nuk e kuptojnë. Këto bën realitete që në një të ardhme të afërt, edhe jo fort larg, janë realitete që bën të pranuara dhe nga aleatët e tu. Qartë. Pra, ajo është mbyllë, domethënë pas disa vitesh, vendosja në kontroll e veriut të Kosovës, nuk është diçka që është mbyllur, ura hibrid, për fakti kryer është mbyllur dhe është një drejtë që çdo shtet e ka. Dhe çështja e asociacionit, ti vazhdo të diskutohet pas asociacionin mos e bë, ose nëse të bësh asociacionin, fut edhe Gjilanin, fut edhe Pejen aty te asociacioni edhe në rregull, është asociacion shoqatash. Po që nuk është kombëtar, pra nuk ka thelb ndarjen kombëtare. Pra, edhe çështja e asociacionit është i tillë dhe ka, nuk e di sa vite ka që s'po përmendet asociacioni. Pra, po zbehet, le të themi, kërkesa, nuk është në temë e rëndë të ditës, dhe nese pas nese do bëhet një realitet i kryer. Pra, Kosova është një shtet i pavarur, i kryer, dhe faktikisht në këtë lloj politike, Albini, unë mendoj se ka vepruar shumë drejt në këtë lloj politike. Pra shkurt më bëhet, ka mbrojtur interesat e shtetit të tij, të kombit të tij, i ka qëndruar, nuk ka qenë lehtë sepse ka pas presion edhe nga aleatët, por nga krau tjetër, çfarë bën Serbia? Merr pushkën atje, e mbush kishat plot me edhe manastiret plot me municione dhe bën luftë, bën akte terroriste. Qartë. Kush është Serbia, ne e dim kush është. Dhe nga krau tjetër, a bën të njëjtën gjë reciproke? Në Preshevë? Nuk e bën. Atëherë mbyllë këtë punë.
Gjithçka varet e reciprociteti. Qartë.